Shkëlqen, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, mirë se gjeta. Do të thonë, mirë se shihemi. Po, njëjtash. Atëre, çfarë mund thuash diçka rreth karrierës tënde në kinematografi? Në kinematografi atë në 2 vitet e fundit ka pëlqyer shumë sepse është lidhur goxha. Do të thonë, janë dhënë shumë filma, është dhënë një frymë e re në kinematografinë shqiptare. Dhe shtu më bëhet shumë qefi. Duke parë të gjitha filmat që unë kam marrë pjesë paktën tek ADN-ja, tek Falli 2 që mori një farë rridhje shumë të madhe, tek Policë për jetë dhe tek një film tjetër që akoma s'ka dalë. Shpresojmë që ai filmi të vijë në kinematografinë shqiptare, sepse është filmi Blerin Destanit dhe Noizit. Inshallah e sjellin në Shqipëri. Po. Dhe kështu, domethënë, është një frymë shumë e mirë, është një frymë e madhe, po thosh, që po vjen në Shqipëri. Po, për emancipimin e kinematografisë në shoqëri, si mendon? Sa ndihmon ajo? Emancipimin në shoqëri ndihmon shumë. Ndihmon shumë duke e pas parasysh se ne shqiptarët përgjithësi janë monoton, gjatë gjithë kohës punë, shtëpi, punë. Që do të thotë, unë ju sugjeroj të gjithëve që të shkoni të paktën një herë në kinema. Pse do thonë ju? Që të dalim nga monotonia, shohim pak, të eksplorojmë, të mbushim me një podkuptim tjetër. Kjo. E sidomos aq më tepër fal du me theksu sidomos për rinin shqiptare, sepse rini shqiptar duke I kapur një farë ankthi, ta quajmë, ose një farë depresioni, duke marrë në rrjetet sociale. Ndikimi I këtyre janë 2, 3, 4, 5 persona që janë të mëdhenj në rrjetet sociale dhe ato mundohen që të marrin, por në rrjetet sociale duhet marrësh të mirë për tyre jo të keqe. Të mendoj unë, domethënë është një shoqëri shumë e prisht, sidomos rinia shqiptare. E them të me plot bindje, se I shohim çdo ditë në rrjetet sociale që gjithë kanë rrjetet sociale, edhe unë, edhe ju po ashtu, të gjithë shqiptarët kanë rrjetet sociale dhe nuk është keq, përkundrazi është mirë, por ti ke 2 gjërat në dorë që ti marrësh në rrjetet sociale, mund ti marrësh të mirën dhe të keqen. I merr zgjedh. Që të prezantohem pak, unë si shkëlqem kam punuar që në mosën 12 vjeç dhe kam bajt thas qimento janë shtin 15 kish. Dhe e kupton? Po.